Ka nisur rikonstruksioni i godinës së njësisë administrative Krutje, e cila prej vitesh ishte në gjendje të amortizuar dhe pothuajse e rënuar. Kjo godinë para viteve 90 ka shërbyer si zyra të ish kooperativës bujqësore, ndërsa pas viteve 90 u përdor si zyrë komune dhe më pas si njësi administrative. Investimi po realizohet nga Bashkia e Lushnjës, pasi Krutja është një nga njësitë më të mëdha të kësaj bashkie dhe dikur një nga zonat më të rëndësishme të kooperativave bujqësore. Godina do t'i nënshtrohet një rikonstruksioni tërësor nga një kompani private dhe punimet pritet të zgjasin rreth 5 muaj, nga fillimi deri në përfundim. Pas rikonstruksionit, njësia administrative e Krutjes pritet të ketë një pamje të re, moderne dhe më funksionale për qytetarët. Ky investim synon përmirësimin e kushteve të punës për administratën dhe shërbimeve për banorët e zonës. Ambientet do të sistemohen dhe do të përshtaten sipas standardeve bashkëkohore. Gjithashtu pritet që godina e re të ofrojë hapësira më të mira për pritjen dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Banorët e Krutjes e kanë mirëpritur këtë investim, që pritet t'i japë një tjetër pamje qendrës së njësisë administrative.